Pardon my French. Ti se sa bëj vibe me këtë këngën, ti nuk e imagjinon dot, më fut në një botë totalisht nuk e di paralele dhe vetëm tundem kërcej, domethënë ka një refren të papar, po edhe pjesa e çunave është nuk e vënë në dyshim, po ideja është që refreni më fut totalisht në një botë tjetër. Tani, me që jemi tek kjo kënga, para se të kalojmë tek video të tjera në programe në Top Channel, Shëndriti ka qenë sot pikërisht tek Ronaldo Sharka në Live from Tirana dhe ka dhënë një mendim të tij sa i përket grupit Suicide Family dhe ka thënë që me ikjen e Dr. Florit, me largimin e tij nga jeta, nuk është se çunat nuk e kanë atë shkëlqimin që kanë pasur kur ai ishte në fakt. Kështu që nuk e di si e komenton këtë. Pra, domethënë një ardhme artistike për karrierën e mirë, sigurisht që është pyetur nga Ronaldo në lidhje me këtë dhe ai është shprehur pikërisht kështu. Pra, a do ketë një ngritje të karrierës? Dhe ka thënë jo, sepse unë mendoj që West Side Family si grup është grupi jashtëzakonshëm me muzikë që na ka mbajtur gjallë shumë kohë. Me ikjen e Dr. Florit mendoj se ka ndryshuar totalisht energjia edhe e këngëve. Dhe mënyra se si e sheh publiku grupin, thjesht mendoj që koha është i vetmi faktor që na rinovon çdo herë. Kur them rinovon, që na sjell një figurë të re, sepse edhe gjenerata ndryshon. Babi im nuk shkon më në koncerte, ka thënë Shëndriti, për të dëgjuar artistët e tij të preferuar, kurse Gen Z tani shkon të dëgjoj Kanye West, Black Coffee, tani artist. Për mua është ai personazhi i cili është gjithmonë i kërkuar nga publiku. Sa janë të kërkuar artistët tan, janë me numra që mundet të ceken. Kështu që këta mundet të bëjnë muzikë, të ushqejnë atë fanbase që kanë, por që të krijojnë të rinj e shoh pak problematike në aspektin e zhvillimit të karrierës. Domethënë të tyre si West Side. Çfarë mendon për këtë deklarat? Nuk më pëlqen këtë deklarat ama. Domethënë ti e di që unë akoma ndjek artistë që momentalisht nuk janë shumë në zë, si për shembull Sugar Babes. Patën një rikthim mbas kanë qenë këto 3 këngëtarët në albumin e tyre të parë dhe te ky i fundit. Pra kanë qarkulluar edhe 5-6 albume pa njërën nga ty. Ato. Unë vazhdoj t'i ndjek. Nuk them që patën tani që u rikthyen apo muzika ka ndryshuar. Kush është fansi vërtet? Sa do të ndryshoj muzika, se mendoj që është normali të ndryshoj muzika, se duhet t'jesh koherent, t'jesh updated dhe të jesh brenda me kohën, të shohësh çfarë pëlqen njerëzit, mos ngecesh aty vend numëro. Por mendoj që fansat e vërtet, unë akoma blej disqe. Unë kontribuoj tek artistët. Më ka dhuruar si din. Sa po bleva diskun Gigi D'Angelo. Zara Larsson të fundit. Domethënë Gigi D'Angelo. Gigi D'Alessio, po unë blej pra në një farë mënyrë në tjetër, mbase njerëz nuk blejnë CD. Ka njerëz që shkojnë nëpër koncerte, aty nëpër klabe apo nëpër sheshe. Kjo nuk do të thotë që ato duhet ndalojnë së nxjerrë muzikë se ne kemi lënë në fakt një puntat me Shëndritin dhe me Gretën për të qenë bashkë si co-host. Do ta kemi në vazhdim të Pardon My French. Dhe do doja që ta mbanim pak fan situatën, po sigurisht që do ta pyesim dhe për këtë. Edhe me që duhet t'japim një mendim në lidhje me deklaratën e tij sot, jo më kot e pyeta pasi dhe e shtrova si bisedë pasi ne dëgjuam gënjeve që për mua është një super këngë. Po ashtu dua të shtoj që West Side-at gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pas ndarjes nga jeta të Dr. Florit, janë përpjekur jo vetëm të mbajnë gjallë emrin e tij, por edhe muzikën. Sigurisht që ndryshon rrjedha e ngjarjeve, pra nëse Dr. Flori prekte fenomene sociale, dhe më pas u bë pak më komerciale situata e muzikës në Shqipëri, ngjarjet kanë ndryshuar dhe çunat janë përshtatur dhe janë përshtatur shumë mirë. Pra vazhdojnë bëjnë këngë të cilat
cilat i bën njerëzit të kërcejnë, kanë po ashtu këngë të cilat i bën njerëzit të reflektojnë dhe të mendojnë, dhe po ashtu kanë pasur dhe koncerte dhe bashkëpunime. Një ndër këngët më të bukura është ajo me Randa Livovën, kishin këngë Lulet bukura ka Tirana, e sjell në një variant shumë modern. Komshia, domethënë kanë pasur shumë produksion kohët e fundit. Të them që mbase dhe nëse do ishte gjallë, doktor Flori, mbase dhe ai do kishte shkuar në këtë lloj rrymë duke u modernizuar, sepse njerëzit thonë, po ato kanë qenë shumë të mirë, po pra kanë qenë dikur në ato rrymë që ka qenë ajo rrymë atëherë në modë. Tani gjithçka ka evoluar dhe mua më pëlqejnë çunat shumë. Argëtohem. Margëtojnë, lëviz. Unë me zi lëviz. Sjellin energji shumë të mirë dhe kjo është e rëndësishme, plus fakti që kanë shumë data, me sa kam parë edhe nga intervista që kisha me Mirin këtu në radio, kanë goxha data edhe do të thotë që njerëzit duan t'i dëgjojnë edhe t'i ndjekin në koncerte. Kalojmë tani në një tjetër aspekt dhe do ndalemi te një personazh shumë interesant që është Spartak Ngjela, i ftuar tek ftesë në 5. Te 23-24. 23-24 vjeç. I dashuruar? Pa hënjer. Keni qenë në këtë moshë? Po, 24 vjeç mos kesh dashuri tani, ti më more mua në një UFO. Si, po tjetër. Kur ka qenë dashuria e parë? Pa hënjer. Po të jemi brenda 19 vjeç. Jemi brenda. Okej. 19 vjeç. Ta rrumbulla dashuri janë Pëlqime. shpërthimi i instiktit erotik. Po dashuria është ajo e cila të mban në mendim. Do më thënë, të dashuron ty ai, gjithë ditën duhet të ri me mendim të këty. Ashtu. Vetëm burri e ka atë, gruaja nuk e ka. Si more nuk e ka? Unë e di që se ka, se ju më keni thënë që se kemi deri në këtë formë. Këto të jem të 23-24. Ashtu dhe, hënjer Niko, është e vërtet kjo që thot avokat Ngjela, që kur njeriu është i dashuruar, duhet kaloj gjithë ditën duke menduar për të. Duke të menduar, po, është shumë e vërtet. Duhet, do me thënë, unë pas kaq shumë vite lidhje që jam, di të them që i kam akoma fluturat e ditës parë, dhe aty kuptoj që jam akoma i dashuruar. Për te që e kam mendjen aty, apo të, do me thënë, e mendoj gjatë gjithë kohës. Do me thënë, kur e mendon buzëqesh, pa e kuptuar. Po, më krijon nga ato flutrat e bukura më barë akoma. Që nga me dhe unë shumë rënd. Edhe ti ke flutra, pas 100 viteve. Pra, dashuria nuk vdes. Këtë thonë që zbehet, ndryshon formë, po aty është. Ndryshon formë, rritet, do me thënë nuk janë ato... Pra, jo çdo ditë ti mund t'i thuash, o shpirca po më mungon, po mund t'i thuash edhe kur të vish në shtëpi bli qumësh, letër higjienike. Edhe bukë se mos harrosh, edhe paçim se të dua. Do me thënë edhe kjo është dashuria. Tani që e mendoj, më krijojnë flutura. Po 24 vjeç, ai e UFO nëse nuk je i lidhur apo i dashuruar? Po. What? Po more. Absolutisht, mendoj që dashuria është nis që kur jemi të vegjël në vegjëli në mënyrë platonike. Kupton? Kë ke dashuruar platonikisht? Janë sekrete, unë nuk kam dashur. Unë është hera parë në jetën time që jam i lidhur. Jo, për të shakas. Ta dashurinë time platonike, ka qenë Patrick Swayze. Me vërtet? Po, dhe kur luaja me time motor në shtëpi, që ndanim krevatin e mamit me një gjë në mes, shtëpia ime ishte nga njëra anë e saj, gjithmonë burri im imagjinar quhej Johnny, si Patrick Swayze te Dirty Dancing. Po, sigurisht. Domethënë nuk e di pse e adhuroja, duke shumë i bukur. Nuk dia duhet të bëj xheloze apo jo, por kur ka ardhur atëherë në Shqipëri, mamaja ime ishte kujdesur në maksimum që unë të kisha të më garantonte një autograf të tij, dhe unë e kam akoma sot e kësaj dite. Patrick Swayze? Yes, kur ka ardhur në Shqipëri. Ka ardhur në Shqipëri Patrick Swayze? Po unë ku kam jetuar? Si një çikës më e madhe duhet ta di e drejt. No. Yes, e kam autografin e tij. Do ma çosh me foto se nuk do besoj. Ua. Nuk të besoj. Kemi publicitet tani dhe rikthehemi për pak. Doja t'rregoj autografin se mora dhe mami im në gjumë. Mami jot nuk e dinte. Jo, tha.
Ajo gënjen, unë e di. Ore nuk ka qenë kur Patrick Swayze në Shqipëri, se më të çmende. Më të çmendesh ti mua. Po e gjeta. Po e gjete, ku do e gjesh? Se ke marrë në Shqipëri atëre. Mos e ke marrë ende nga Gërqia, nga ke qenë. Nga Gërmalli. Se në Shqipëri jo njërë. S'ka qenë Patrick Swayze në Shqipëri. Gabriela do më paguash një moment të dytë në jetë. O zot, unë them të kalojmë pak në një moment shumë hot. Dhe në një video Çka ka ndodhur? po si mund të lëon ty pa përputhen sot? Po është komplet me pip e gjithë videoja. Unë e imagjinoj çfarë do thotë. Japi. Po të qërë më shumë. Kjo është marë. Ku ti fut gishtin ti më fut qaj kote shi. Kërkaj ndjes, kërkaj realisht shumë ndjes. Fut qa, live fut qa. Qa p***. E ki drejt. A i ka p***losh. A i e ka ito apo? Qa është kanë? A i Rri ma e gojnë me ropë shpije, se do macarosh e do tem na i gjohë që s'duhet. Okej. Okej? Po ta mamëm qa. Po thonë, po të më besoj pak, me që s'pas ka... Ua, çfarë takimi rënqethës, romantik në maksimum, do me thënë, shumë interesant si takim. Unë gazëllyem Nuk e di ku jam. Po Dhe pse lotoj. unë besoj në dashurinë e vërtetë në pse unë besoj përputhe. te takimet e para që duhet të jetë sa më perfekte, mos gabo sepse është takimi që vendos. Po kishte okay, unë jam në kimi. përputhen, ëh, okay, Po kishte kimi. Po kishte edhe Edhe fizik. fizik. Edhe matematik ishte shumë aty zëmë. Matematik mbi të gjitha. Matematik, po aty kur i tha I kopsitur si takim, shumë interesant, dhe ndërkohë që jepeshin pamje të u shkri në studio. Aja goca, do me thënë. Nuk e di që ka ndodhur mes të dyve, po... Mua më vinte gjuna për atë tostin aty, që ishte tost me patate, dëm për tost me zotja. patate dhe me rër, se ishin ullur në rër. Po, nuk e di. Kështu ti do thuash unë kam më shumë kontakte me gjeneratën e re se nga ndjekësit e mi. Po pse kështu janë datet e kodëve? Nuk e di zemra, dhe unë këtë doja të pyesja. Pra, a duhet të jemi kaq të lirshëm në takimet e para se unë nuk mbaj mend. Po. Ti bësh një të gropsitu. Se është romantike. Ja. Unë nuk di të... Jo, nuk di, unë... Të gromsi. Ja, jo të gropsi, po. Ideja është që më duket shumë absurd, shumë jo realit e kokaime, se them seriozisht e kanë këto tani. Nuk e kuptova kush e çuni. Nisur nga sjellja, se e kuptova se nuk jam i verbër, por kuptoj që ishin wow. Takimi Bravo vajzat. Si duhet jetë takimi i parë për ty? Për te pa kamerave dhe hajde justifikoj këtë gjë, një takim normal o njerëz. Flet për gjërat, për çfarë më pëlqejnë, çfarë të pëlqejnë, çfarë të përafërta mund të kemi. Dhe rrjedh natyrë, nuk është se shkoj me një plan, ku do të di. Nuk e di, shumë natyrshëm. Ti e lë të rrjedh. E lë të rrjedh. Po sigurisht unë e lë të rrjedh, po dhe mendoj që edhe gjenerata jonë është totalisht ndryshe. Ne na vjen më shumë lirshëm muhabeti. Nuk kemi këto komplekset, mos them diçka se do jetë gabim. Ne themi ato që është gabim i themi direkt. Do me thënë, në këtë takim ti kupton që... Kush është red flagu? Nëse s'ka nevojë për një takim të dytë mbas kësaj. Ndoshta ti i pëlqen që një vajzë të ketë këtë lloj attitude quhet? Apo fjalor? Attitude, po. Është një sjellje kështu tip arroganteske. Një kështu jam unë. Ka çuna që pëlqejnë të tillë sjellje, mendon? Po, janë sadomaso. Jo, mendoj që, okay, kanë qef të dominohen nga femra. Ndryshon kur ti bën një batut, një fjalë që e lëshon për shaka, për humor. Është ajo gjëja, është tjetër gjë humori. Dhe mbetet aty, dhe është një tjetër gjë kur ti po i përgjigjesh vetëm kështu. Shumë më femër se femra që ke dalë në date. Pra, ajo ishte shumë mashkullore, shumë ato ofendime. E kuptoj që mbase bëhet për se je me kamera aty dhe duhet të jesh më i parapëlqyer në përputhen, po mendoj që do të thënë, formulan për show, mbase që të pëlqet nga publiku, mbase dukesh më cool. Nuk e di si kam kuptuar kur këto vajzat që kanë gojën si nuk e di si një mashkull 60 vjeçar.
Kur se kam kuptuar dot. Është tjetër gjë të jenë femra me këlqe. Dhe tjetër gjë, femra me atë gojë të pisët. No. Më falni, më falni. Të vëm pak muzikë se na u shpërqendruan vendimet. Harrova ABC-n time, duhet nisa betaren nga fillimi. A është një red flag kur ke një Zemra ai nuk ishte red. I shkreti ishte Ishte skuqur dhe vishi. ai, domethënë Ishte kishte marrë vishi. rrezet e të kuqes, po skuqej. flamur vishi? No, a Ishte big ky. no.